Para se me kënu edhe filloj edhe Ramadan Krasniqi madh, tha, e kënoj këtë kongën, i thot ai këngëtarim, a e din kush e ka bo këtë kongën? Tha, se di be e kum gjuhë une, kështu edhe kam mësu. Tha, që ki buri këto e ka bo. Jo, dhe mos bëna e ka. Unë kom dokumente, kom kasetën e, kam inqizu 91, 92. Edhe disa kongë tjera, shumë që si. Këto institucione duhet me u marrë me këto, se ti e shkruun për vete. Kismet. Po ti tup letra, për shemë dhe se... Na kemi me hetë shumë për para, kur ta lojmë që të fjallin kismet. Po, kismet. Edhe inshallah, si te ekim sot dyja për fjallorit, na kalojmë... Ashtë na i bjen ma shumë jo. Po. Kismet. Po, Artan, cila është historia ma e bukur që e ke zbulu për një kongë shqiptare? Që të kalon kështu për shtypje? Janë shumë historit buka. Shumë historit buka. Shumë. Po ma e buka, pa dyshim është e kongës për mu pas ka kenë kismet. Ajo është një histori në cilën një kompozitorit, një regjisorit, një miku tim, e kom propozu bile dhe me bo film. Ajo është një historie par excellence. Kush të emocionon ma shumë zoni i cilit këngëtar kër e dëgjën? Ndo njëherë e dojmë një verzion një kongë për një këngëtari caktuar ose këngëtare, mirë po, zdo me thonë që s'ka tjerë që se këndojnë ma bukur, mirë po veshi mësohet me një caktuar. Janë disa këngëtarë që të kanë vënu standardet të muzikën shqiptare, përsa i përket një interpretimi. Afsa Zuberi, Një Tereza, Smet Peja, Bik Doja, ta janë Nezmi Pagarushi, Shqyqy Alushi, Shanga Hengur Shkodran. Janë do standardet, Esat Bicurri. Po, Esat Bicurri. Tash këta janë njerës që kanë vënu standardet, ti mund është miknu mas ti. Mund është të dikuj me pëlqy ma shumë, se kjo është që është e shi.